Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti lituanes Gitanas Nauseda tha se vendi i tij nuk do të tolerojë shkelje të përsëritura të hapësirës ajrore. Ai deklaroi se ushtria është gati për të rrëzuar çdo balon tjetër. Komentet e tij vijnë pasi aeroporti i Vilniusit u detyrua të pezullojë operacionet e tij 4 herë javën e kaluar pasi në afërsi të hapësirës ajrore u raportuan balona kontrabande që besohet se janë lëshuar nga Bielorusia duke shkaktuar shqetësime për sigurinë e operacioneve ajrore, shkruan The Guardians. Nauseda këmbguli se balonat u përdorën për një sulm hibrid kundër Lituanisë, si një veprim i qëllimshëm që synonte destabilizimin e situatës në vend. Presidenti lituanes nuk përjashtoi masa të mëtejshme kundër Bielorusisë, duke përfshirë kufizimet e mundshme në tranzitin e kurrëdor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës tërheqin trupat nga Rumania. Ministria e Mbrojtjes në Bukuresht tha se trupat e larguara nuk do të zëvendësohen. Megjithatë, ministri rumun i Mbrojtjes, Inut Mosteano, vuri në duke se numri i përgjithshëm i trupave në krahun lindor të NATO-s dhe pas ndryshimeve do të mbetet më i lartë se përpara sulmit rus ndaj Ukrainës. Zyrtarët amerikanë thanë se ndryshimet ishin pjesë e planeve të gjata dypartjake të Washingtonit për të orientuar drejt Azisë, si dhe një shenjë përmirësimi të gatishmërisë europiane në përgjigje të sulmit rus ndaj Ukrainës. Vjojnë të rriten tensionet dhe në krahun lindor të aleancës, një avion luftarak polak MiG-29 interceptoi një avion zbulues rus mbi detin Baltik. Incidenti i dytë i tillë këtë javë, njoftoi ministri polak i mbrojtjes. Merët ushtria polake njoftoi se kishte interceptuar një tjetër avion rus që fluturonte në një mision zbulues në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi detin Baltik pa një plan fluturimi të paraqitur dhe me transponderin e tij të fikur. Vendet në krahun lindor të NATO-s kanë qenë në gatishmëri të lartë për ndërhyrje të mundshme në hapësirën ajrore që nga shtatori kur 3 avion luftarak rus shkelen hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta, vetëm disa ditë pasi më shumë se 20 dronë rus hyn në hapësirën ajrore polake. Presidenti ukrainez Volodymyr Zelensky dënon sulmin e fundit rus. Ai bën thirrje për më shumë sanksione ndaj Moskës. Rusia bombardoi një tjetër termocentral në Ukrainë duke shkaktuar vdekjen e 2 personave, njoftoi presidenti i Ukrainës. Volodymyr Zelensky tha se sulmi goditi termocentralin në Slovjansk, qyteti më i madh në rajonin e Donetskut, që ende kontrollohet nga Kievi. Ky sulm vjen pas njërës prej netëve më të rënda të luftës për Ukrainën me një numër të madh goditjesh ndaj objekteve energjetike. Zelensky përmendi dhe sanksionet e fundit ndaj kompanive ruse të naftës si një shembull të përgjigjes efektive, duke thënë se ato kanë treguar ndikim të qartë. Sipas presidentit të Ukrainës, Moska mund të humbasë rreth 50 miliardë dollar vitin e ardhshëm vetëm nga sanksionet. Forcat të Ukrainës e vijojnë sulme me dronë dhe infrastrukturës ruse pranë qytetit Vladimir në Rusinë perëndimore. Megjithatë, guvernatori i qytetit rus, Aleksandr Avdev, theksoi se kërcënimi i sulmeve me dronë mbetet në rajon dhe u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes. Dronët të Ukrainës dëmtuan dhe një termocentral në rajonin Orel të Rusisë. Guvernatori rajonal Andrei Klyshkov tha se sulmet shkaktuan dëme në pajisjet e furnizimit me energji. Pas Rusisë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i rikthejnë testimeve bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi rifillimin e menjëhershëm të tyre. Për shkak se vendet e tjera po testojnë programe, unë kam udhëzuar Departamentin e Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore mbi baza të barabarta, shkroi Trump në një postim në platformën e tij Truth Social. Ky proces do të fillojë menjëherë, shtoi ai pa specifikuar se cilat armë do të testoheshin. Njoftimi erdhi pak përpara takimit të Trump me presidentin kinez Xi Jinping në Korenë e Jugut. Shtetet e Bashkuara dhe Kina janë fuqi bërthamore së bashku me Rusinë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francën. Rusia paralajmëroi sot të reagojë në përputhje me çdo shkelje të mundshme të moratoriumit ndërkombëtar mbi testet bërthamore. Reagimi vjen nga zëdhënësi i presidencës ruse Dmitri Peskov gjatë një konferencë përshtyp duke komentuar deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump dhe direktivën e tij ndaj Pentagonit për testimin e armëve bërthamore amerikane. Dua të kujtoj deklaratën e presidentit Vladimir Putin e përsëritur disa herë, sipas së cilës nëse dikush e braktis moratoriumin, Rusia do të veprojë në përputhje me këtë, tha zëdhënësi Putinit Dmitri Peskov. Sipas tij, testet e Burevestnik dhe Poseidon në asnjë mënyrë nuk mund të interpretohen si teste bërthamore. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 5 të arrestuar nga autoritetet franceze për vjedhjen në Muzeun e Louvrit më 19 tetor. Sipas mediave franceze, një dyshuar i fundit u kap në Paris mbrëmjen e së mërkurës dhe ndodhet në paraburkim. Hajdutët përdorin një ashensor lëvizës për të ngjitur në muze dhe thyen dritaren që çonte në Galerinë Apollo, vitrinën e muzeut për xhevairet e kurorës franceze
dhe vodhën thesare mbretërore. Grabicët arritën që të merrin 8 bijuteri, stolitë e mbretëreshës Marie Amélie, varse dhe vathët e Marie Louise, me një humbje të vlerësuar prej 88 milion eurosh. Italia ofron bonus për nënat që punojnë dhe kanë 2 ose më shumë fëmijë. Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore në Itali udhëzon aplikimin për shpërblim mujor prej 40 eurosh. Bonusi është i disponueshëm për nënat me 2 fëmijë derisa fëmia i dytë të mbush 10 vjeç dhe për nënat me 3 ose më shumë fëmijë derisa fëmia i tyre më i vogël të mbush 18 vjeç. Bonusin e përfitojnë gratë e punësuara në shtet ose privat, duke përjashtuar punojësit e vetë punësuara të regjistruara në skemat e detyrueshme të sigurimeve shoqërore. Të ardhurat vjetore të fituara nuk duhet të kalojnë 40.000 euro. Shuma mujore prej 40 eurosh e përjashtuar nga taksat do të paguhet nga instituti në një pagesë të vetme në dhjetor 2025 ose deri në shkurt 2026, duke mbuluar deri në 12 pagesa mujore për një maksimum prej 480 eurosh në vit. Zgjerimi i prodhimit të energjisë diellore në Gjermani çoi në uljen e çmimeve të energjisë elektrike me 15% duke ndihmuar vendin të kursej miliardë euro çdo vit. Të dhënat janë publikuar në studimin e kryer nga firma këshilluese Enervis me porosi të shoqatës gjermane të industrisë diellore. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë e Gjermanisë, Katrin Reich, planifikon të shkurtojë subvencione shtetërore për instalimet e reja të vogla diellore me arsyetimin se ato janë të leverdishme për konsumatorët edhe pa ndihmë shtetërore. Konsumatorët gjerman që vendosin panele diellore në çatinë e shtëpisë dhe furnizojnë energjinë e prodhuar në rrjet, marrin një shumë fikse për çdo kilovator për një periudhë 20 vjeçare. Kryeministri izraelit i rikthehet thirrjeve ndaj ndërkombëtarëve për të çarmatosur Hamasin. Forcat ndërkombëtare paqëruese duhet të çarmatosin Hamasin dhe nëse nuk e bëjnë do ta bëjë ushtria izraelite, deklaroi kryeministri Benjamin Netanyahu gjatë ceremonisë së diplomimit të një kursi për oficer luftarak në Akademinë e parë ushtarake. Ai kujtoi se qeveria është vendosur të sjellë të gjithë pengjet e rënë në shtëpi. Ne nuk do të dorëzohemi derisa t'i sjellim të gjithë në shtëpi. Në fund të fundit Hamasi do të çarmatoset dhe Gaza do të çmilitarizohet. Nëse forcat e huaja nuk e bëjnë këtë, ne do të kujdesemi për ta bërë, paralajmëroi Netanyahu. Forcat mbrojtëse të Izraelit raportuan se kryen dhe një bastisje në fshatin Blida, në anën libaneze të kufirit me Izraelin si pjesë e një operacioni për të shkatruar infrastrukturën civile të përdorur nga Hezbollahu. Kryeministri libanez, Naaf Selam, e quajti sulmin e Izraelit shkelje flagrante të sovranitetit të Libanit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.